Në zemër të pyllit me bambu, mes maleve të mbuluara nga mjegulla, një djalë i ri kurioz i quajtur Kaju përplas me një panda të vetmuar të quajtur Mei. Takimi i tyre i parë ishte i çuditshëm, pasi Kaju fut më thellë në pyll në kërkim të aventurës. Dhe aventurën ai gjeti në formën e Meit, e cila lëvizte me një hir të qetë mes kërcellëve të bambus që lëkunden. Në fillim, Kai ishte i kujdesshëm, i pasigurt se si t'i afrohej krijesës madhështore. Por Mei, me sjelljen e saj të butë, shpejt i dha fund frikës së tij. Ata krijuan një misi të pamundur, duke kaluar ditët e tyre duke eksploruar mrekullitë e fshehura të pyllit dhe duke u gëzuar në qetësinë e mjedisit të tyre. Kaju mrekullua me shkathësinë e Meit teksa ajo ngjitej pa mundim në pemë dhe kërkonte ushqim për ushqim. Ndërsa Mei admironte kuriozitetin e pakufishëm dhe entuziazmin infektues të Kait për jetën. Së bashku, ata shkuan në majat më të larta dhe luginat më të thella, misia e tyre forcohej çdo ditë. Ndërsa stinët ndryshuan dhe vitet kaluan, lidhja e Kai dhe Mei mbeti e pathyeshme. Ata ndan momente gëzimi dhe momente pikëllimi, duke gjetur ngushëllim në shoqërinë e njëri tjetrit mes peizazhit që ndryshon gjithnjë në pyllin me bambu. Dhe kështu, në zemër të pyllit me bambu, një panda dhe një djalë i ri krijuan një misi që ka përceu kohën dhe hapësirën, duke i dhënë njëri tjetrit mësime të vlefshme për besimin, besnikërinë dhe bukurinë e përqafimit të së panjohurës.